Sali Berisha zbuloi se nuk ka pasur asnjë komunikim me Ervin Salianin, që kur ky i fundit nisi të ashtu quajturin rebelim, që vijoi me takime me demokratët në bazë. Antari kryesisë Saliani nuk ka kërkuar. Por Ali Mehmeti duket se po qëndron në krah. Ish kandidati i demokratëve që mbeti jashtë kuvendit në zgjedhjet e 11 majit, i ka shkuar në zyrë liderit të Partisë Demokratike. Ilir Ali Mehmetin e kam pritur, ka kërkuar takim dhe e kam pritur. Sali Berisha mohoi që dikush mund t'i bëj presion për postën në Partinë Demokratike, edhe pse latënën kuptohet se do të ketë ndryshime në parti sapo të mbarojë ky mandat në prill. Të qarta që në Partinë Demokratike do të ndahen funksionet, dhe kjo do ndodhë. Por të gjitha këto do bëhen në vullnetin e antarësisë Partisë Demokratike, asgjë nga pozicione private. Analiza e brendshme e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit duket se do të çojë në prerje kokash, në kuptimin politik. Vet Berisha këtë ja la në dorë demokratëve. Që shkuan dhe u punësuan, u bën drejtora, këshilltar në strukturat e narkoshtetit. Patet tjerë. Dhe këto më mirë se unë i din vetë strukturat, që gjatë fushatës elektorale nuk kanë punuar një ditë. Do t'japin llogari. Do jenë strukturat që do përcaktojnë qëndrimin ndaj tyre. Forca më e madhe opozitare ka hyrë në një krizë së re tani më, ku paralelisht me foltorën zyrtare, Ervin Saliani dhe disa të tjerë kanë nisur takimet paralele, që Berisha i quan takime private, edhe pse aty përdoren ngjyrësisht simbolet e PD-s.